Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë. 10 vjet më parë kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin. 10 vjet më parë kur pyet priteshin dhe kamionët me dru pyesh vinin vargan lart e poshtë nga veriu në jug, 10 vjet më parë kur as nuk bëj fjalë për zonat mbrojtura, se zonat e mbrojtura që ishin tokë pa zot, ndërkohë që shumë çka që duhej vënë mbrojtje vetëm bëhej pre e babzis. Sa hidrocentrale do të ishin ndërtuar në Vjos, nëse 10 vjet më parë ne nuk do t'i kishin thënë stop gjithë marrëzisë Shqipërisë, mini superfuqi energjetike e rajonit. Çfarë do kishte ndodhur sikur në këto 10 vjet ne mos ta kishim zgjeruar hartën e zonave të mbrojtura në 25% thuajse të gjithë territorit të Shqipërisë e të tjera. A mundet vallë të mendohet se Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë? 10 vjet më parë kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin. 10 vjet më parë kur pyet priteshin dhe kamionët me dru pyesh vinin vargan lart e poshtë nga veriu në jug, 10 vjet më parë kur as nuk bëj fjalë për zonat mbrojtura, se zonat e mbrojtura që ishin tokë pa zot, ndërkohë që shumë çka që duhej vënë mbrojtje vetëm bëhej pre e babzis. Sa hidrocentrale do të ishin ndërtuar në Vjos, nëse 10 vjet më parë ne nuk do t'i kishin thënë stop gjithë marrëzisë Shqipërisë, mini superfuqi energjetike e rajonit. Çfarë do kishte ndodhur sikur në këto 10 vjet ne mos ta kishim zgjeruar hartën e zonave të